Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për dy forume të rëndësishme ndërkombëtare të zhvilluara në Kinë, në ekonominë e dytë më të madhe të planetit, performancën e saj në muajt e parë dhe lidhjet e pasgjithshme, do të thonim, me ekonominë botërore. Kemi nderin të jemi në mjediset e punës të zotit Eduard Gjokutaj, ekspert pranë Altax. Zotit Gjokutaj, faleminderit që na mikpritët. Mirëservet. Zotit Gjokutaj, më 22-23 mars të këtij viti u mbajt në Pekin Forumi i Zhvillimit të Kinës. Për këtë vit, pra 2026, me temë Kina në periudhën e 15 të planit 5 vjeçar, avancimi i zhvillimit me cilësi të lartë dhe krijimi i mundësive të reja së bashku. Në të morën pjesë shumë përfaqësues të kompanive ndërkombëtare MNZ sot në botë, më këtë themi kompania Apple, Mercedes-Benz i Gjerman dhe shumë kompani të tjera. Në gjykimin tuaj, pse pati rëndësi për ekonominë botërore ky forum? Po mendoj që së pari, ky forum zhvillohet në vitin e parë të planit 5 vjeçar dhe natyrisht tregon dhe drejtimin e tij në aspektin edhe të kryes atyre reformave që bëjnë në vendet që janë në ekonomi ende në zhvillim, por dhe pjesës e si ajo në këtë botë të fragmentuar dhe që ka nevojë për një mesazh solidariteti dhe aq më tepër qëndrueshmërie, ftohen kompani të tilla që në fakt përbëjnë dhe atë që mund të quhet si zemra e inovacionit, qoftë kompanitë e teknologjisë celulare, qoftë ekonomistë të njohur si Jeffrey Sachs, të cilët kanë ndikim në opinion bërje, por edhe kompani inovatore që kërkojnë të ndërthurin në pjesën e elegancës europiane, dhe këtu kam parasysh Benzin, me atë çfarë kanë kompani të tjera si Corning e të qasje më inovatore. Pra të gjitha së bashku janë në unison, duke thënë dhe duke deklaruar që Kina tashmë përbën një vend inovacioni, pra jo thjesht tranzicioni në energjinë e gjelbër, por një vend që vetë të themi kapacitetet dhe burimet kineze janë duke marrë atë stafet që deri dje e zotronin këto lloj kompanish dhe natyrisht ato flasin mbi bazën e përvojës së bashkëpunimit, po dhe të asaj qasje që Kina me të drejtë tashmë u thot hapjen e derës, por jo vetëm hapje dere, por garantimin e një qëndrueshmërie, duke dhënë mesazhin që rritja do të jetë e tillë, nuk do të bazohet thjesht mbi ato konturet e brendshme, pra mbi ato çfarë mund të jenë thënë atë të themi plenumin e rëndësishëm që u mbajt, por mbi atë bazë që nënkuptohet rikrijimi i zinxhirëve të rinj dhe natyrisht përfshirja e kapitaleve në mënyrë të harmonizuar me ato çfarë është konteksti i tanishëm aktual. Në gjykimin tuaj, çfarë roli do të luajë Kina në stabilizimin e ekonomisë globale në kushtet e krizave energjetike dhe konflikteve gjeopolitike, konfliktet në lindjen e mesme dhe tensionet në tregjet e energjisë, kudo në botë e vendosin Kinën përballë ndoshta një përgjegjësie më të madhe si importuesi më i madh i energjisë sot në botë dhe një aktor kyç në tregtinë globale. Atëherë pesha e Kinës, e cila mund të konsiderohet pa frikë motori i Azisë, ndoshta edhe në botë, dhe natyrisht vetë Azia e cila është motori i botës, pasi jep një kontribut deri në 27% të ekonomisë botërore, natyrisht që e pozicionon të gjithë këtë qasje në një model të ri për t'i dhënë një shtytje të caktuar, jo më si deri dje, por me një qasje të re, pra një status i ri, një rregull i ri dhe një dominim i ri, pa harruar ato çfarë Kina i ka filozofi të sajat dhe që i ka zbatuar deri më sot, dhe këtu nuk do të lëm pa përmendur një brez, një rrugë e cila nuk është harruar, por merr një lloj ridimensionimi dhe formatim ku në bashkëpunimi rajonal kërkohet të shtyhet edhe më tej dhe natyrisht të përfshihen vende që kanë ato çfarë Kinës i janë nevojitur dhe vazhdojnë të nevojitet burimet energjetike, duke filluar nga Afrika, duke filluar nga rrugët që kanë të bëjnë edhe me tensionin aktual të lindjes së mesme, por edhe me atë çfarë mundet të ofrohet botës si një laborator teknologjik dhe jo vetëm një qasje inovacioni që deri dje ishte në aspektin sasior, por sot synon një aspekt cilësor. Sikur se edhe juve përmendët ekonomistë të njohur, studiuesi zoti Jeffrey Sachs, apo edhe përfaqësues të kompanive shumë të mëdha prodhuese ndërkombëtare në botë, çfarë mesazhesh gjykoni se përcolli ky forum në drejtim të hapjes së mëtejshme të ekonomisë kineze ndaj investimeve të huaja në një kohë të pasigurisë globale? Mesazhi kryesor besoj se ishte një qasje bashkëpunuese, konstruktive me qëllimin që ajo çfarë është garantuar deri më sot si një, të themi, dorëzim i
stafetës së teknologjisë tashmë të përcillet në frymën e një tranzicioni të ekonomisë së gjelbër, por jo vetëm të ekonomisë së gjelbër bazuar te burimet energjetike, por të një ekonomie e cila bazohet në një hapje më të madhe dhe sidomos në një qasje solide ku Kina zotohet që ta trajtojë si një status kombëtar dhe investitorën e huaj. Pra ky është një ndryshim cilësor në qasjen që ka pasur deri tani dhe natyrisht duke bërë të lloj qasje dhe duke mbajtur të lloj premtimesh arrin që kompanitë të tilla të cilët kanë pasur problematika të caktuara në momentin e transferimit të kapitaleve apo në momentin kur kanë nevojë për një qasje ndryshe nga ajo deri më sot, i bën ato të ndjen më të familiarizuara dhe kjo garantohet bazuar mbi atë çfarë është arritur deri më sot dhe që nuk është pak, por është një qasje që ekonomia vetë kineze nuk bazohet më thjesht e mbyllur brenda vetvetes, por duke konsoliduar atë çfarë është konsumi i brendshëm drejt një hapje në tregjet e huaja. Nga datat 24-27 mars 2026, zoti Gjokutoj po mbahet në qytetin Boao të provincës Hainan, konferenca vjetore ndërkombëtare e forumit Boao për Azinë 2026 me temë formësimi i një të ardhme të përbashkët, situatë e re, mundësi të reja, bashkëpunimi i ri. Pse ka rëndësi ky forum në gjykimin tuaj, jo vetëm për Azinë, ju e përmendët edhe rolin e Kinës si motori vetë Azisë, por edhe për mbar ekonominë botërore. Po besoj se nisur edhe nga simbolika që ky forum nga ajo çfarë mund të lexohet ka një përvjetor të tij dhe natyrisht përcjell një mesazh 25 vite të konsolidimit të asaj çfarë Kina synon, e cila nuk bazohet më thjesht në një bashkëpunim si deri më sot, por në një partneritet të ri të ndërtuar pikërisht mbi atë moto që ka vetë forumi, i cili jep dhe piketat se ku do të orientohet modeli i qasjes së Kinës ndaj partnerëve të huaj dhe ndaj partnerëve vendas. Mos harrojmë që ekonomia kineze tashmë ka zhvillime të brendshme dhe këtu luajnë rol ato tregues statistikor që janë përcjell për 2 muajt e parë të vitit, të cilët i japin një mesazh të ri këtij forumi. Pra, kemi një rritje të volumit të tregtisë jashtme me 18%, kemi një rritje të industrisë së shërbimeve me 6%, edhe sektor të tjerë që kanë të bëjnë me tregtinë, dhe të gjitha këto na tregojnë që qëndrueshmëria tashmë është pika më e dukshme, por dhe më e fortë për të ndërtuar një model të ri dhe natyrisht kjo tregon që ritmet e rritjes do të vazhdojnë të ngelen të tilla dhe mbi këtë bazë sigurie do të ndërtohen dhe këto partneritete më të përforcuara dhe brenda këtij konteksti të ri. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, zoti Gjokutoj, ju i përmendët treguesit e performancës ekonomike të Kinës, ekonomisë së dytë më të madhe të planetit në muajt e parë të këtij viti. Në gjykimin tuaj, ta tregues kanë një efekt stabilizues edhe për ekonominë botërore, sidomos duke e parë në këndvështrimin e tensionit, situatës shumë tensionuar dhe ngritjes së ndjeshme të çmimit të naftës kudo në botë për shkak të luftës në gjirin persik? Natyrisht që kanë, pasi kur motori ekonomik është funksional dhe madje jep atë sinjal që ka një qëndrueshmëri, kjo do të thotë që Kina do të vazhdojë të tërheq ato importe të cilat lidhen me ekonomitë e vendeve duke filluar nga Afrika, nga Europa, edhe nga vendet e Azisë, përfshirë këtu dhe lindjen e mesme. Dhe në këtë mënyrë ajo do të vazhdojë të ruaj ato balanca në tregtinë botërore, duke shërbyer dhe si një katalizator në aspektin e marrëdhënieve të ngrira apo të tensionuara të kohëve të fundit. Dhe natyrisht muaji mars pritet ende për të parë se si do të ketë dinamik, por besoj ajo qëndrueshmëri që jep në aspektin e brendshëm motori ekonomik kinez nuk mund të zhgënjej qoftë edhe me këtë presion të marsit për çmimet e disa burimeve energjetike, por do të garantoj atë lloj qasje që ekonomia botërore do të ndërtohet mbi këtë kontekst i cili po formatohet dhe mbi ato pritshmëri që Kina ka tashmë të bashkëpunojë jo thjesht me vendet të fuqishme si Amerika apo vendet e BRICS-it, por edhe me Europën, e cila është duke lëvizur në këtë drejtim dhe këtu duhet përmendim në kontekstin e marrëdhënieve të reja që po ridimensionohen vizitat e një pas njëshme të secilit nga liderët europian, të cilët vetë nuk kanë vajtur thjesht të takojnë në Kinë për të bërë në takim diplomatik, por për të bërë një mesazh botës që ne po lëvizim dhe Kina është faktori i partneritetit të cilin ne mendojmë ta trajtojmë si të barabartë në të ardhmen. Zoti Gjokutoj, faleminderit shumë për këtë bisedë të mundësuar në mjediset tuaja të punës. Faleminderit juve.
Të nderuar miq, ju falenderoj që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.